Përshëndetje shikues të nderuar, jeni me edicionin kulturor të magazinës Art Kultur në RTK. Sonte kemi kënaqësinë të kemi të ftuar një nga emrat e njohur të letërsisë shqipe, shkrimtarin Ibrahim Kadriu, autori i 10 veprave që kanë lënë gjurmë në letërsinë dhe kulturën shqiptare. Shkas për këtë bisedë është libri i tij më i ri, Largësi të afërta, një vepër që sjell udhëtime, reflektime dhe rrëfime mbi kulturat, historinë dhe identitetin. Po ashtu do të flasim edhe për veprat dhe librat e tjerë të botuar nga autori në periudhën e fundit, si pjesë e krijimtarisë së tij të pasur letrare. Kemi kënaqësinë të kemi në studio zotin Ibrahim Kadriu. Përshëndetje zot Kadriu, mirë se erdhët në Art Kultur. Faleminderit. Ne temën do ta fillojmë me botimin e fundit, Largësi të afërta. Kujt ja keni kushtuar, për çka flet ky libër? Po kështu kam menduar, këtu janë përmbledhur shënimet, shkrimet, ose përshkrimet nga bota jashtë dhe kam shëtit në përvojën time si gazetar. Dhe kam marrë shënime gjithkandej largësitë e afërta, se gjitha këto të botës jashtme janë largësi. Simbolikisht janë të afërta në libër, ato që i kam shënu. Është një libër përmbledhës me udhëpërshkrime, me shënime autoriale nga shumë vise të botës, edhe kontinente, ta që kështë edhe kontinente, sepse unë në cilësinë e gazetarit, po them, kam pas shumë udhëtime dhe gjithandej kam marrë shënime e cilat më kanë hyrë shërbim për këtë libër. Aty ka shënime edhe nga Amerika, edhe nga Azia, edhe nga Evropa, edhe nga bota arabe, gjitha ato. Edhe ato janë rrëfime që të rastit, sepse shënimet janë nga viti 1970, kur kam qenë një kohë në Paris. Po, ju keni qenë gazetar, në cilën gazet keni punuar, dhe kjo fotografia këtu është jeni ju, kur keni qenë i ri dhe në Bali, apo? Po, jam në kohën kur kam qenë në Balit e Indonezisë, atje është një vend shumë karakteristik, shumë i njoftun. Bile ata thonë se Zoti kur e krijoi botën, unë dalë edhe mendoj ta krijoj edhe unë edhe një vend për vetveten, për Zotin. Ata balianët ashtu mendojnë se aty ajo është domethënë ishull i Zotit me gjitha të mirat. Aty në atë fotografi si shihni kam qenë jo me flokë të bardhë si sot, por kam qenë me flokë të gjata. Kam mbajt flokët e gjata, zlyftë e gjata, ishte modës asë kohë, dhe unë asisoj kam mbajtën edhe në shumicën e udhëtimeve që i kom pas herë, dhe po thonë prej viteve 70 e kënej, kam shku asisoj me flokë gjata të kohës. Të them këtu se në atë vit aty janë edhe shkrimet, ato kam qenë edhe në një mes të hipikëve në Amsterdam. Aty ka qenë një qerdhë, të theme, hipikëve, në sheshin Mbretënor, dhe kur kam arrit atje, kam një vete jashtëzakonisht në situatë pakrahasueshme me vende tjera, sepse kur kam hyrë aty, unë i kisha edhe unë flokët e gjata, edhe ata me flokë gjata, jo më ullë kam nejtë me ta, 2 ditë kam nejtë në mesin e hipikëve dhe kam pa mënyrën se si ata jetonin në atë kohë. Flokët i këmbajt, asisoj gjata, po vjen keq që sot nuk i kam në ato flokë sepse janë zbardhë. Zmoni maja zgjata. Dhe më thënë tani, prej gjithë këtyre rrëfimeve, i shkëputit disa, po a ka ndonjë vend apo rrëfim i cili të ka lënë bresa më së shumti që e ke përfshi në libër? Po, gjitha shkrimet, për gjitha viseve, ato jenë rezultati mbresave që i kom pas. Ka pas raste shumë interesante që ato udhëtimit, kam ndesh njerëz ndryshëm. Për shembull, të them këte në Chicago, kam nejt një kohë në një familje ulçinake,
një katunit afër Ulqinit, ata krejt vllaznit me nanën e me gjithë ishin aty, edhe ata kalon për shtypje jashtëzakonisht të madhe, sepse atje kishin bë stazh, kurse vorrët i kishin bë në katunin e tyne afër Ulqinit, edhe i paguajnë për çdo vjet i paguajnë kush i shërben edhe i matë vorra atje, melton edhe lule e tjera. Mu ka duk shumë interesant. Ata ishin në Chicago, kurse vdekjen e llogaritnin të vinin kamp. Por ka mjaft raste që për mu kanë qenë shumë interesante dhe ka menduar se edhe për lexuesit do të jenë interesante. Dhe ju të regoj një rast në Doha të Katarit. Atje isha për një përurim të një librit një kolegut nga Katari, kishte një vepër, një roman që kishte për djalin e Mehmet Alis, Ibrahim Mehmet Alis. Edhe ishte shumë simpatike, se thoshte me 3.000 kalorsh që i ka pas. I ka hy ekstremit muslimana së koha edhe i ka shpërnda për Arabi Saudike, djeta ndej. Por ajo që më la për shtypje që do të them këtu, është edhe kam shenu, është edhe libër, kustosja një muzeut. Ishte një muze shumë karakteristik arabe, natyrisht arabe. Edhe kur hyna mrena, përshon një objekt prej alumini. Më boni për shtypje, se masha vesh çka është, ajo është në hymbja, është e madhe. Dhe tha, po duket se po t'intereson kjo, thash po, ishte edhe përkthyesi, po. Kjo objekt ta simbolizon burkën, veshjen burka. Po, veshja që mbulohen gratë krejt. Po, burka. Edhe ajo pa e pyetun, por e tha vetë. Gjithë mendojnë ta se kjo burka është veshje muslimane. Që është veshje muslimane. Në vërtet është veshje arabe. S'ka lidhje me fe kjo. Më boni për shtypje, edhe bile ullum aty në si Prag, ishte ullum e bom edhe një fotografi, edhe kur i tregoj për këtysi se këtë është shqiptar për mu. O, tha, po më vjen mirë, tha, sepse tha, e përcjelli tha atë lojtarin e juj, këtë në Zvicër, që ka bon popularitet madhë, tha e përcjelli me të për herë, kur i tha ashtu, kjo i boni tha, por kjo tha është pikrisht prej ati katundi. Po, të lojtarit. Më erdhë mirë, tha, kësa hershon ndeshje, tha, unë tha e përcjelli, tha ato. E kjo ishte për mu interesant, dhe në Doha. Madej ka shumë raste të cilat... Do t'i kishe veçuar, por sigurisht i ke përfshirë edhe në liber. Zoti Kadriu, si mendoni se udhëtimi ndikon në mënyrën se si njerëzit mund ta perceptojnë, kuptojnë veten, por dhe të tjerët? Si po mendoni kështu? Në aspektin e pasuron të kuptuarit për veten tënde, por edhe për të tjerët, udhëtimi. Kjo është, shika, ajo që më duket mu interesante, kujtoj që edhe ndonjë lexuesi i duket interesant. Edhe i kam përshkru. E raste tilla, për shembull, ekstreme, me fjala, të tregoj edhe këte, në Moskë, në Rusi. Unë isha në kuadrët një delegacionit shkrimtarëve të ish Jugosllavisë. Nëse kohë isha kryetari i shkrimtarëve të Kosovës. Dhe për çdo republike ishte nga një përfaqësues, nga një shkrimtar. Unë përfaqësoja Kosovën. Kur zbritëm në aeroportin e Moskës, gjithë ata i shumë, lirisht kështu, mu që unë me një kabinë, edhe detyruan të deshem. Nuk e dija pse. Detyruan, u desha, kontroluan, të na anë krejtë dhe pastaj zorën prej kabines. Ata shkrimtarë tjerë pritëshin. Edhe më pyte dhe, njoni prej ty në Sloven ka qenë,
Tha, çka ndodhi me ty, tha, mos gjetën farë droga edhe diçka, thash. Jo, problemi ishte thash se jam shqiptar, prandaj edhe aty ne jo ka interesu si shqiptar, mos kam me veti, ndaj armën e kështu. Po, do të thënë sepse nuk kanë mund ta kuptojnë që mund të jetë dikush edhe që është shkrimtar, intelektual. Tani ju në kohët e fundit keni sjellë disa botime të reja. Këtu e kam njërën nga ato, është Teatri Kosovë. Do të thënë, fillim kur e lexova titullin, shumë më intrigoi, por pastaj e kuptova që këtu nuk ja keni kushtuar, kjo është poem, nuk ja keni kushtuar teatrit, por titulli është Teatri Kosovë, do të Kosova është një teatr. Shumë nga lexues e kuptojnë, thonë vërtet se kam bën thuajse ndonjë monografi për teatrin e Kosovës, teatrin e Prishtinës, po s'ka lidhje me të. Kjo në mënyrë metaforike, Teatri Kosovë e shoh, me që jetoj edhe i shoh rrethonat, kundërshtimet, dhe mendoj që në Kosovë, tonë Kosovën po zhvillohet një teatr, Teatri Kosovë, dhe në këtë drejtim, për shembull, jenë morë vesh edhe sepse populli këtu është vesh për durtërkitje. Kurse gjitha tjerat ndodhin si në teatr, ndodhin të imponuar. Dhe në këtë drejtim, për shembull, e shoh atje në poem, është në poem, fjala e kam si metaforë natyrisht Iago i Shakespeare-it, që është një idiot i madh, një pis. Ai, për shembull, kërkon, sipas poezisë, kërkon me ardhë edhe me lejmëru të gjyqi i Kosovës, edhe me shtru një ankesë se ju ka vjedhen identitetin Kosovë. Ose Eskili bje fjala, Eskili, taj shkrimtari, një shkrimtar më të mëdhenj tragjedisë, ai e sheh figurativisht se në Kosovë ka shumë tema. E ka vendosur një ditë prej Atinës me ardhë me aeroplan aeroport Prishtinës edhe me zgjedh tema në Kosovë, me teatrin Kosovë, se këtu ka shumë tema. Ja, ajo është, natyrisht është një figurativisht, thonë, për ta ndëshmu temën si temë për teatrin, e tjera. Tani, po shkojmë sepse nuk kemi edhe shumë minuta në dispozicion, kemi edhe një vepër tjetër, nëna e mbi 300 luftëtarëve. Kjo për çfarë na flet? Kjo janë gjitha që i kemi nxjerrë tani në këtë kohën e fundit. Po kjo është botu para vitit të ri, në dhjetor është botu. Këtu, me vonesë, është kuptu se një Stana Gashi, një katon në rrugën për Gilan, një katon kodën në 900 metra në alsi, në bidetare, për që u i kështu ma mirë, me ditën kjo, me djemëteve, 3 djemë në qëkë. Vetë shpinë, në lërsi, u a ka lanë në dispozicion ushtarëve të qëkës. Dhe aty kanë shku ushtarët për çdo gjë që kanë ndoshtë edhe për ushqim, edhe për të fjetë, edhe për të pastru. Kjo ka kujdesaru. Dhe më thonë, 300 ushtarë të qëkës kanë gjetë strehim në atë shpit të nën Stana. Kjo, me gjithate, nuk ka bërë në një zhurmë, që me thonë se unë kam bërë diçka trimni e tjera, por mas që shme thonë, mas 25 vjetë, 24 vjetë, i bjen men njenit prej ushtarëve të ushqës, se atje ka qenë bashkë me tjerë. Edhe Ismet Sulemani. Edhe ai për shembull, ai ka popularizu. Ai mu ka lutën me vizitu nënën. Jo për me qëllim të shkruj, por me pa. Hajde me mua, më ka shumë, kur e kum pa atë gru, kur kam bisedu me te, kur më ka të regu edhe ka shprej ato ndjenjat asë kohë, çfarë i ka pas, ndaj ushtarëve të qëkës,
me të vërtet mu do këtë një personazhe shumë interesante. Aq më tepër kur mas 25 vjetë për ju bjen mend, për shembull atëherë edhe kryetarëve të komunës, Gilanit. Po dhe gjithë njerëzve që janë të interesuar për të interesuar për dikë si ajo. Edhe ish presidentja, për them, ish presidentja i ka dhënë medalje tjera. Atëherë e bona këtë libër, për cilë më ka dashur shumë herë të shkoj të nonës tona. Ajo është me katolike, është katolike, fetare katolike. Dhe kur kam dëgju, kam pyet, a ka marrën atë pensionin si pjesëmarrëse në si kontribuse në luftë, po. Ku më thanë se jo. E kur dihet se ai numër ka arritur edhe në 60.000, e një personazh asisoj, mos më qenë nderuar me atë, sepse me të vërtet ato e ka bën jo me dhunë dikuj, me urdhën, po e ka bën për ndjenjave të veta shpirtërore ndaj ushtarëve. Për atyre ushtarë janë disa heroj, ka të vramë, që kjo e ima men aftyrat e të në kur kanë qenë. Po. Zoti Kadriu, unë kisha planifikuar të beja dhe pyetjet të tjera, por ne i konzumuam gjitha pyetjet, pasi që diskutuam për 3 veprat tuajat që janë botuar së fundmi, do me thënë, dhe i diskutuam të gjitha dhe i mbuluam besoj të gjitha. Unë të falenderoj për kohën, ishte kënaqësi të kem këtu në studio dhe të zhvillojmë intervistë me ju dhe të dëshiroj suksesit dhe punë të mbarë dhe në projektet e tjera, veprat e tuaja që do t'i vazhdonin në të ardhmen. Faleminderit për bisedën. Ishte kënaqësi. Filmi Dua, prodhim nga Kosova, ka fituar çmimin sakt në skenarin për javën e kritikës në Cannes, duke bërë filmi i parë kosovar i përzgjedhur ndonjëherë në këtë program. Skenari është shkruar nga regjisorja Blerta Basholli me Nikol Borgat. Juria e vlerësoi filmin për mënyrën unike të rrëfimit të luftës përmes historisë së një vajze 13 vjeçare që ëndërron të jetojë lirshëm, të kërcej dhe të dashuroj, thuhet në arsyetimin e jurisë. Çmimi u cilësua si sukses historik për kinematografin kosovare. Ushtruesja e detyrës së presidentes Albilena Axhiu e ka cilësuar çmimin për filmin Dua si një lajm të mirë për kinematografin e Kosovës, ndërsa në reagimin e tij kryeministri në detyrë Albin Kurti këtë çmim e cilësoi si sukses historik për kinematografin tonë. Ai ka shtuar në Facebook se tashmë emri i Blerta Bashollit vazhdon të shkruaj historinë e filmit kosovar. Ministra e Kulturës në detyrë Saranda Bogujevci ka vizituar Muzeun Kombëtar të Kosovës, ku po vazhdojnë punimet për restaurimin dhe përmirësimin e hapësirave muzeale. Sipas Bogujevcit, projekti përfaqëson një nga investimet më të rëndësishme në infrastrukturën kulturore në vend dhe synon përmirësimin e kushteve për ruajtjen e koleksioneve si dhe rritjen e funksionalitetit të depos së muzeut. Ajo bëri të ditur se krahas ndërhyrjeve restauruese do të realizohet edhe rikonceptimi i ekspozitave të përhershme me qëllim që muzei të ofrojë një përvojë më bashkëkohore dhe më të qasshme për vizitorët. Tri profesoresha dhe studiuese të etnologjisë nga Bullgaria po marrin pjesë në edicionin 17 të konferencës shkencore Java e Albanologjisë. Studiueset Violeta Koceva, Petja Vasileva Grueva dhe Iliana Stahilova do të prezantojnë kumtesat e tyre në sesionin e etnologjisë, i cili mbahet të premten dhe shënon për mbylljen e këtij edicioni. Para sesionit ato u pritën nga ushtruesi i detyrës së drejtorit të Institutit Albanologjik, profesor Fadil Grajçevci, i cili u uroi mirëseardhje dhe suksese në punën e tyre shkencore. Takimi u zhvillua edhe me përfaqësues të tjerë të Institutit Albanologjik. Ka nisur trajnimi personelit të Bibliotekës Kombëtare të Kosovës për përdorimin e platformës së katalogimit Koha si pjesë e përgatitjeve për lancimin zyrtar të sistemit të ri. Trajnimi përfaqëson fazën përmbyllëse të përgatitjeve profesionale dhe teknike para zbatimit të plotë të platformës, e cila synon të shtrihet në të gjitha bibliotekat e vendit. Pas Bibliotekës Kombëtare, trajnimet do të vazhdojnë edhe për stafin e bibliotekave të tjera në Kosovë. Platforma Koha pritet të modernizoj procesin e katalogimit bibliotekar dhe të përmirësoj qasjen e përdoruesve në menaxhimin e koleksioneve të bibliotekës.
Fakulteti i Arteve Universitetit të Prishtinës ka bërë të ditur se këtë vit është një koqiri edicionit të 16 të manifestimit të ndëruniversitar artistik Ura me Triharqe, i cili do të mbahet më 21 dhe 22 maj në Prishtinë. Ky manifestim tradicional organizohet në bashkëpunim ndërmjet Fakultetit të Arteve të Universitetit të Prishtinës, atit të Tiranës dhe të Tetovës. Në kuadër të këtij bashkëpunimi do të prezantohen punime dhe projekte artistike të studentëve dhe të 3 institucioneve pjesëmarrëse. Organizatorët ftojnë të interesuar që të bëhen pjesë aktiviteteve dhe të këtij manifestimi të rëndësishëm artistik dhe akademik. Ansambli kombëtar i këngëve dhe vallëve shota do të mbajë më 22 maj një koncert festiv në Preshevë, duke sjellë para publikut një program të pasur me këngë dhe vallë nga trashëgimia kulturore shqiptare. Në Shtëpinë e Kulturës Abdullah Krashnica, publiku do të ketë mundësi të ndjekë interpretimet e trupës artistike të ansamblit të shoqëruar me orkestër live, koreografi tradicionale dhe atmosferë festive. Koncerti synon të promovojë identitetin kulturor shqiptar përmes artit skenik dhe folklorit kombëtar. Për të mos humbur asgjë nga lajmet më të fundit, na ndiqni dhe na pëlqeni edhe në rrjetet sociale, aty ku informacioni vjen shpejt dhe saktë. Mos harroni, jemi gjithmonë live në rtk-live.com. Të nderuar shikues, ne këtu e përfundojmë magazinë Art Kultur. Ju faleminderit që na ndoqët. Mirupafshim në edicionin e radhës nesër.